ne kujdesemi për të tjerët, kush do kujdeset për ne? Kush na ka në vëmendje ne? A mendon shoqëria për ne? A mendon shteti për neve? A jemi ne të motivuar? A jemi ne me ato kushte pune të duhura që ne të shkojmë me kënaqësinë punë? Sot ngrihet një problem në botë. Kjo pyetje shtrohet më të madhe. Është braktisur profesioni i infermierit sepse nuk gjeti vlerësimin dhe sot shumë shoqëri të zhvilluara kujtohen që kemi gabuar në trajtimin e infermierëve, sot që si kanë. Ne që i kemi duhet i mbajmë mirë se nesër me rritjen e standardeve të kujdesit, me hapjen e drejt Europës, me këto nivele trajtimi që kemi ne, atë ne do braktisemi dhe do të vijë një kohë ashtu siç ka vende të zhvilluara që kanë nevojë për infermierë, ne do t'i kemi. Tani që i kemi t'i mbajmë mirë. Infermierët sot kanë paga shumë të ulta, më të ultat në botë, jo edhe në Ballkan, edhe nga vendet përreth. Dhe kushtet e punës lënë për dëshiruar, kërkesat tona dhe problemet tona janë të mëdha, por duhet i krahasojmë me nivelin ekonomik të vendit, duhet i krahasojmë me nivelin ekonomik të gjithë shoqërisë, të nisur nga këto, jo se ne kemi heshtur dhe kështu, por çdo hap e kemi hedhur gjithmonë të matur. Sigurisht që në vitin e ardhshëm, kur shteti dhe qeveria kanë ndërmend të rishikojë pagat, ne do të kërkojmë fuqishëm që ne të jemi në krye të listës për rishikimin e pagave dhe të motivimit të punës tonë që bëjmë.